Në qoftë se do të kemi një apo disa raste mund të quhen sporadike. Po pra që kosa nuk është një rast i izoluar, po janë disa raste. Kujtojmë këtu në kohën kur drejtonte Ministrinë e Brendshme zoti Balla, u kërkuaj që Policia e Shtetit të bënte një vetë deklarim çdo punonjës që nuk kishte marrë pjesë dhe nuk e kishte përdorur Sky ECC. Dhe asnjë nga efektivët nuk bëri një autodeklarat për të thënë që po e përdor. Ishte vetëm një rast në formë batute ku ai e ngatroi Skype me Sky dhe kjo ishte ajo që përfundoi. Fakti që nga e kohë janë ekspozuar jo pak punonjës policie dhe këta nuk janë të përfshirë në një episod, por të janë përfshirë në disa episode ku tregon qartësisht se ato janë bashkëpunëtorë. Por ja flasim për nivelin bazë të punonjësit të policisë, por flasim për oficera karriere, oficera të pozicionuar në detyra kryesore, të cilët kanë shërbyer krimit organizuar, kanë vënë në dispozicion infrastrukturën ndaj krimit të organizuar dhe madje kanë qenë edhe porositës në veprime dhe në aksione bashkë me ta. Ky është rasti që po analizojmë. Më parë ka qenë rasti një oficeri tjetër të forcës operacionale, ishte rasti në aeroportin në Rrinas ku në personi që ishte viktimi një atentati në aeroport ishte një punonjës i AVP-s, rasti i shoqërimit të Erdis Martinajt. Prapë kemi pas një oficer ose një punonjës të forcës operacionale, shefi i forcës operacionale Bitri, pra një sër oficerësh dhe punonjës të cilët tregojnë një lloj shqetësimi për sa i përket angazhimit të strukturës dhe sa ato janë. Nuk kemi në gjendje të kemi sot një material faktik, kemi vetëm episode dhe arrestime të cilët fatmirësisht kanë ardhur nga zbërthimi i aplikacionit Sky ECC. Dhe ky rast është hetimi, ka nisur për shkak të përgjimeve të ndërtuara nga struktura e posaçme, por të ardhura fillimisht nga informacionet zbërthyer nga Sky ECC. Grupi për cilin po analizojmë është një grup i rrezikshëm, kanë trafikuar 2 ton lëndë narkotike të tipit kokainë. Në këto operacione vlorë kanë qenë angazhuara shumë forca policie, por më shumë se forca policie ishin struktura, duke udhëhequr nga DEA, Interpoli, Eurojust, pra disa nga partnerët tanë ndërkombëtar nga më të fuqishmit në glob, ku kryesisht ndaj kokainës është e përqendruar vetë DEA.